studio do flasim për diçka tjetër. Kosova dihet që ka minierën e Trepçës, po një shqiptar në një vend të Afrikës ka një minier të arit. Me mua në studio është Bake Baliu. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit. Unë e përmenda minierën e Trepçës, që llogaritet si pasuni e Kosovës, ndërkohë një shqiptar ka shkuar për te kësajna, në një vend krejt tjetër jashtë Kosovës dhe ka një minier të arit. Se keni arritur deri këtu? Fillimisht më mirë shkon me fol direkt për minierat tona që kena, e jo për minierat Afrikës, po faleminderit. Unë kam shku me vite, jam me vite në Afrikë. Unë kam migru vitet 90 në Gjermani, pastaj kam punu për një person që u mirë me të sene. Edhe ndërku shkuva, vizituva atë vene poshtë mundësin që mundësia ishme bo sene të bukra me miniera dhe kështu pastaj kohë paskue në fillimisht kam bo tregti, kam ble, kam shit, pastaj e poshtë mundësin që ishë shumë e mirë për me bo. Edhe vitet e funit jam atje që kam 2 miniera edhe i kam një 4 me partner tjerë. Se momentan shumica e diasporës edhe të hujtë që në Gjermani, Zvicër, Holland, Belgjik janë të investu atje në për miniera që unë ju një mëjë një farforme, ju një mëjë për bashkëpunim. Tha, para se me shku në Afrikë, kisha dashur folë për miniera në Kosovë. Keni edhe miniera në Kosovë? Jo, nuk kam, po me qenë se i kena, edhe mu më dhime të shemë mundësin që i kam në për investime miniera, e mu më duhet këtë një transferu në Afrikë, me qenë se i kena këtë. E kja mu mundon shumë, se unë kam qef ma mi bo këtë, po... Po, pëse së është e mundur kjo? Kush ndalon ligji, ndalojnë institucionet, nuk jenë bashkëpunuse? Nuk ndalon ligji, po procedura, birokratia e këtë i punë është shumë e komplikume. Askush nuk merë përgjithësi me thonë bënë e kështu, ose kështu bot, ose kështu zbonë. Do të thotë që do të mi vizitu shumë zyre në këtë drejtim, në fundit asion nuk janë përgjigje. E është problem për një investor që shemë, dhe që shemë në i marë, kam 2 musafir këtë mropa me herë, që nga Hollanda, e nordë atje kanë qenë në Afrikë, ja u kënë tregu procedurën, e kanë hapë kompanin, tash investojnë për misë 1 milioner në miniera. Edhe tash, po du më thonë se procedurat janë shumë e letë. E kryon një kompani, e zgjidh venin, i plotëso kushtet për licencë, dhe pastaj vazhdojnë punën, kurse këty nuk është kështë. Këty është shumë ma... Me thonë drejten, kështu me thonë troq, nuk dinas të kush me shkuën. Sepse qojnë prej një zyre, një tjetër zyre, prej një zyre, një tjetër zyre. Po, kjo burokracia e shtetit Kosovës është të vërtet shumë e lartë. Edhe kur i ka porët me investuar nuk do me prit. Edhe këty është ajo mungesa që për vend të unë. Që për fat keq është që mu personalisht unë kom mujtë me pru shumë investime, të si që kam bo në Afrikë. Janë 6 kompani ndërkombëtare që kanë investuar. Edhe tash... Ju jetoni, thatë, në... Unë jetoj në Afrikë, po. Kur flasëm për Afrikën që të mundi kemi parasysh këto skenat e filmave, so është rrezik me jetu në Afrikë? Nuk janë rrezik, unë... Njerës janë shumë butë atje. Se Afrika është një kontinent i madhë, është maj masë 25 me në cilin vend të Afrikës, si një? Në Sierra Leone. Edhe ju, nuk është ashtu si duke në film, se një farforme me i po mediat në Evropë për neve dhe në Shqipëris, edhe atë da shojë neve si në film. Por realitet nuk është ashtu, është në gjajsh me një sojta. Do të thotë, kultura aty në sa për në gjanë me kulturën tonë? I kanë edhe ata do tradita, do marveshje me dorë, si nga përpora që kanë bo tash skote na. Me besë. E ja dorë një gra punës, kurse të na nuk komu, është më mandryshe, amo e kanë edhe ata një tradit në gjajshëm si na. Për pos minierës së arit, në qëfar bizneset tjera mirene? Une kam arrit në kohë tash me partner ndërkombëtar, e kam edhe një platform ku është minierë digitale, ku na e keni një depozit madhe të sigurisë që keni licenzu prej shtetit Amerikan, ku njëzë mundë me ble virtual, ari virtual. Edhe kena në platformë ku njëzë mundë me ble direkt në platformë. E që është kjo ari virtual, është sikur kjo parja elektrike? Ari virtual, ti thjesht e blenë arin, e blenë sasinë ari ku e keni mbules, edhe manë virtual. Të thotë që tu nuk e merë fizikisht, po e ki e virtual, gjdo ku mund është me shëndru në para. Të kjo është njëna prej bizneseve treja inovative të juaja? Me Gjerman bashkë, me partneritet në Gjerman. Ta janë një kompani, thuja një me modhe në Gjermani që bashkëpunojnë me neve. Na
një farë formë e more, kur e grumbullojmë arin në Afrikë, e bina në Gjermani e riciklojnë, e bojnë në 24, pastaj e qesën 36. Cilësia e arit në minjerë është 24 karat që gjitha? Nuk është 24, ne kena diku 23.5, do të thotë që nuk është 24. Për sa të arsye ne e bina këtë dhe e bojnë në 24, që është e licenzume, pastaj të mund e shetë ku dush, çdo bank bëhet e blen ata ari, se është i certifikuar. A keni në një rast interesant që keni pas që mundeni më nga tregu sa i përket minjerës, njerëzit kanë dash me arë me pa? Po, unë i kam shqiptarë, janë 4 kompani që janë shqiptarë diasporës që kanë investu më bashkë atje. Edhe vinë kështu shpesh njerë që kanë interes me pa se si funksionon, pastaj mendojnë edhe në fund punit vinë e bojnë investimin, se nuk është minjerë si ku në trepqa që e kena na, është ma ndryshe. Atje thjesht është një lumë, ku gërmohet stomit lumit, ku gjinjet are që kena mjetet që e dina ku është, pastaj ngryhet, nxirret zalli, pastrohet kleta pet zallin bën vet. Edhe kështu vazhdon, nuk është një minjerë sikur këtu të nash, ma ndryshe. Nuk e di nëse keni pllaka ari me vete që më na tregu? Po jam kompru dë. Hajde ti shohim. Regjia për na thonë, për na e falë, po jo, s'besoj që jo. Për na ngucin. Në thjesht, i kam pru këtu janë. Këtu janë, bome këtu janë në Gjermani, se na i bina prej atje, se në Afrika... Vesh të shojmë ka kamera? Afrika nuk ka rafineri, a të kthej qështë? Mirë është, mirë, duke që mirë. Atje për ma qëtë shtremp. Në Afrikë nuk kena rafineri ku e rafineru në 24 karat. Për që të arsye bina prej atje në Gjermani, pastaj këtu e në dhe certifikatat për shkrimi i florin. Mund të shonë? Po. Kjo është 50, kjo është 100, kjo është pak më e ronë. është shumë e ronë, me shtë dashur. E di që kam shumë pare në regjia. Ja, kjo është. Nëse veç mund të shihet, cila është më afër për kamerave. Do të thotë kjo është njëra prej pllakave të arit 24 karatëshe, që rafinohet në Gjermani. Është e para në, do të thotë lënda parë nxirret në Afrikë, pastaj rafinohet. Është dorë e një shqiptarit këtu që ka punuar. Faleminderit. Kohëve të fundit në Kosovë, po besoj që në gjithë botën është rritur çmimi i arit. Qysh ndikon kjo në tregun e juj? Pse rritet në fakt çmimi i arit? Po neve na i kena kostot e njësojt, po neve është edhe ma mirë. Domthonjë për investorin është perfekt, sepse unë kur kam startu ka qenë dikun $20,000 ka qenë $20,000 ka qenë ari. E kostot i kena pas $17,000 dhe $18,000. Sa atje është me dollar, për që ata po nga trona ka në dollar ojra. Edhe tash i kena njësojt kosto, po unë po shmimi 90,000, 92,000 ojra. Do më thonë fitimi është maj malë. Edhe unë gjithmonë munduna për mes rrite sociale mi thonë njerëve që po të kanë mundësi, sa do pak, ma mirë me bleare se çdo sa tjetër, se ju peshini. Unë kur kam startu me 20,000 euro, tash o bu 90,000 euro, do më mëna 4-5 vite, fitimi kallëzën vetë, se so ke mujtë me bo. Që që bënë çdo kusht, edhe me pak, nuk do të thot me kila. Po, ju aj parashikoni këto rritjet e çmimit të arit, se për shembull, para disa ditësh ne këtu në studi patëm disa prej njerëzve të kriptovaluta, dhe ata pak a shumë thanë që po mund ta dim se kur mund të ketë rënje ose ngritje të kriptovalutave. Te çështja e arit, a mundeni me ditë se kur ka rënje, apo kush e përcakton këtë çështjen e tregut? Çështja e tregut përcaktohet prej ekonomisë ndërkombëtare, prej krizave, prej si tash shembull. Kjo që ndodhi me Amerikën, tash Trumpi, që i boni do... Mirë, a keni pas fitim me arin e Trumpit, a ju? Unë po gjithë, se të ari kur nuk hup. Se ja shpjegoj pak në shkur, nëse shembull sot do 70 euro, po flasë që edhe ngrihet ari 5.000 euro për prit mbrana jove. A i mbrana në jove që vjen da i do të bjen 2.000 euro. Do të thotë që nuk orarje, se atë kanë hup 2.000 euro, që nuk jenë kontu, ata jenë konë prej fitimi. Pra kështyrë, se ari kur s'ka hup edhe kur s'ka me hup. Unë i di se unë punoj me një broker në Gjermani që punon në bankë qendrore, edhe ajo është bruka, edhe ajo bën analizat, që deri vitin 2029-30 ari do të shkon 300 euro grami.
300 euro grame. Po. Çka me bo këtu familje që vendosin me martu djemën të dojmë ble are? Ata i kësha sugjeru ma mirë me ble unë shemën. Tash, ma mirë e kësha ble nusës, ja kësha ble gjys kila ari, ose 200 gram ari pastër, që ta kom për në të ardhen, po duhet mu livdu pa njerës me mandinë. Po atë që tash është qështja e ardhmes, që qëfar të ardhme do me bua, do mu livdu atë, blej kërë me leasing edhe dilkat dhe që ke blej kërë. Ose blej mojnë qëndë 20-30 mirë në shemë që mu një shruan qdo moment. Tash mentaliteti ju është pak i quditshëm, sepse ka njerëz që kanë makinat që me po makinën të thuvo, pa i lufton qdo muj me mbjetue. Unë për vetë nuk shabu mentaliteti ju nështë i kësisoj. A i ma mire do një zëngjirë që duket, më falë shpresa, 2 gishtat i trash që duket a i zëngjirë, po vlerën e ka 500 euro. Stesa me morë një plak 1.000 euro, e gjdoj muj mu një merë 200 euro në ta. Kuptoj mentaliteti ju shumë i qëtëshëm, që unë për veti nuk i kuptoj këta njerë. Prej sa vjeç këni njësë më marë me këtë qëshin e ajrit? Unë e bobë minaturë e kam. Ka qenë minaturë e pas ka ditë mirë, do me thonë që qenë njërës. Edhe gjithë mu kur bike kristale që i marke atëre, që këshin të këmi mo ka pak, i marë shaj thej, shaj lomit që jam zesha, nuk e di jau konari atëra mo. E kom posë gjithë si kisha qef me pasë punë me këtë punë. Në shkollën s'pa ka desh shumë, po... Biznesin dhe pas ka dashtë. Biznesmeni lindun. Në fakt, më interesu me ditë, a mundeni me ditë se sa kilogram ari janë brenda minierës juaj atje, apo jo? Apo zdo ditë kur sasi nuk e dina, po muna me thonë se jenë 6 miniera. Miniera në mujt, në mënë 30 ditë punë, 25 ditë punë, minimumi është 6 kila. Që i zirëm. Në mujt. Në mujt. Kurse miniera tjera që jenë shumë me kapacitën, mundë me rohë 30 kila, 25, 13, 10, nuk e dina kurve, gjithë mund jenë në regullë. A ka njerës që kanë të interesu më arë me punun njërën e ju i pi Kosovës? Shumë ka, po problemi është, a këta që s'po punojnë e po punojnë në Afrikë. Nuk e di, e thash sakta, mo unë i poni që të tonë kam problem se për ime na jena shumë që deqim që për të unë nuk punojnë, a për të unë po, që këshyri në Gjermoni në Zisër, që kyhë lambon për po dhe qapë, shatë ki punojnë shumë? Këty nuk punojnë, ja. Këty të bëhet shef me një edhe këshyri sa po i fitan, sa po hinë, sa po dalin, edhe është problem. Këshyri të zdi që atë të më. Do të nuk keni një punëtor shqiptar? Jo, e kam një partner temin që bashkëpunon me mu, që a i mbi këshyri të krejt minirat, me mu bashkë. Të më në kur shqemun atje, e mbi këshyri ajo, ajo është shqiptar, po. Po është një për i tyne që punon, se ka që punojnë, po e më pak. Sa është rrezik më usilë në për Kosovë me që të plakatarit? Jo, nuk ka rrezik, se këtu e në mijat. Po. Nuk jenë leasing. A ka tendenca që dikush të ofruhet? A keni pasë si kërcënime ndonjëherë? Me thonë drejtën ju, se unë kam punu gjithmonë publikisht që kush e din që bëj edhe unë mënu në ata më një mu me bo pare, lek, si dush, edhe këtu e për mu shqit kush do mi ble, për me më bo kështë të kërcënime, ja nuk më ka bo këkush. Ju thotë që jeni për Mitrovicës, edhe babën e keni pasë minator. Po, minator, po. Sa ju ka ndimu që e puna e babës minator për me papa dhe na minierën tjetër? Po na babalort i këna posë herë, shtirat as ta kanë frull, jenë konë ma ndryshës, ta kanë lënë kur që me ditë, po fakt që i kam posë ata gurë që që moj meni vuj, ku ka prunë, i ka moj në përgjepa, e gjithë mund ku me nuk ka me bodi qa, nuk e kam ditë që vjenë që shtë, amo kam posë që me bodi qa me minerale. Dhe rast të are? Edhe që e... Are ma i që muar? Po, unë i sugjeroj njerës kur do qovë që e njësë këtë mision edhe din për punë, që ari ka me shku mund përfitojnë gjithë. Unë ju thamë gjithë, unë ju mundësi i shemë për mes platforme Boss Big Gold, klikon e zgjidh produktin, mërëna një këtë shkur të të vjenë shpi. Pa pas kost të tjera me shku me marë, se shemon me shku në Turkiti se logaritë. Boss Big Gold, atë? Boss Big Gold, po. Pse Boss? Pse Boss? Pse Boss... A keni bashkëpunime... Jo, jetë që po të kalëzëj. Unë i kam një qike një djallë, edhe qika dhe djallë e kanë të dytë me së e gjermën e parë. Okej. B-1, 01, është i kompani që e kam patentuar ndërkombëtarë. Okej. Edhe dhe më baliu në bjemni.
Kur i kam bu bashkë, u dollë bosë, se nuk e kam bu bosë. Në më Bakir, Baliu, Selina Sejdi, edhe Zerëja, me Skorpion, se Akrep jam, si thënë... Në horoskop? Në horoskop, edhe kjo u dollë bosë. Që se fillimisht më ka orë mirë, kur u dollë bosë, se të isha qysh me nëna qëtë. Po, sa asocoj me njëherë me firmën e famshët Busit? Amo, po, unë kam kontakt me ta. Keni kontakt me firmën e Busit? Po, se kur e kam bo, që u bo bajagi viral, më patën shkru që do të me verifikua, kam drejt me përdora ajo, po, kur ja dërgova inicialet dhe patentimin që kam, atëre kena bashkëpunu ushin marketing, ka njerë bëj edhe për ta. Jeni temi kështu brenda ambasadori i Bosit? Po, unë bashkëpunoj me ta. Që jeni shqiptar edhe me Bosin, edhe që ka minirë vetën? Shi që e mirë, nuk e keq. Vetë ju kanë kontaktu ata juve? Ata mu kanë shru e-mail që për shkak emnit për mbrojtjes nuk kam drejt të përdori. Edhe unë e kam moni avokat në Gjermani dhe ja kom qu e-mailin që unë i përdori inicialet e mija personale. Pas taj më ka du me qu pasaportat e fmive dhe fmit. Edhe patentimin që e kom bo me B01. E kam një rryp veshën këtë që është edhe patanisë një me rrypat bukur mi bo, fillimisht, edhe pata patentuet. Tash që këtë patentimi, unë veç e kom modifiku dhe i kom bashkë një qole mi, pas taj ata nuk patën arsye. Ka qenë këtë koincidencë, fakt jo diçka planifikume. Edhe të në arom dakor që ndërku unë ta bëj marketingu për veti, po Busi tash është Busi. Po unë e përfitoj pak për ty, ata pak për mi që në minina. Mirë, në punë biznesit se cili ka pak përfitan. Që shaj me qonta t'i kam po, këtë qonta, e ndonë shumë bukra, ta shim negociata nashta e hi në komponim me ta bashkë, nashta. Nuk e dhja bohet, amo gjasat jenë. Zoti Baliu, faleminderit shumë që ishit sot pjesë e rreth rrotullit edhe të keni shumë suksese. Shumë faleminderit. Miq të dashur, i erdhi edhe fundi rreth rrotullit të kësaj jave.